Kryetari i Komunës së Tetovës Bilal Kasami në 25 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit theksoi nevojën për një fazë të re të decentralizimit, me më shumë të hyra vetanake dhe kompetenca më të mëdha për pushtetin lokal. Sipas tij, komunat duhet të kenë më shumë mundësi për të vendosur dhe vepruar në interes të qytetarëve. Ai e cilësoi forcimin e pushtetit lokal si një hap të rëndësishëm në zbatimin e mëtejshëm të frymës së marrëveshjes së Ohrit. Sot ky panel dhe kjo prezencë tregon se angazhimi për implementimin e marrëveshjes Ohrit do të vazhdojë edhe më tutje, pa marrë parasysh zhvillimeve politike, ashtu siç e tha edhe paraforcja, kush ka qenë, kush është dhe kush do të jetë në krye të institucioneve, implementimi i parimeve bazë të marrëveshjes Ohrit duhet të vazhdojë. Një çerek shekulli më vonë, përgjegjësia jonë është e qartë, të ruajmë të drejtat e fituara, të institucionalizojmë dhe të avancojmë, tha në panel kryetari i Komunës së Çajirit Izet Mexhiti. Sipas tij, si vlen dhe si pjesë e qeverisë, gjatë këtyre 2 viteve kanë punuar që parimet e marrëveshjes së Ohrit të marrin formë konkrete në ligje, institucione, buxhet dhe investime. Ne kemi hyrë në një fazë tjetër, nga mekanizmat administrativ drejt garancive ligjore dhe institucionale. Shembulli më domethënës është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Për vite me radhë, ky parim u zbatua përmes mekanizmave administrativ, ndërsa sot synimi është që ai të rregullohet me ligj të posaçëm dhe të jetë detyrim i qartë për institucionet e shtetit. Në kuadër të shënimit të 25 vjetorit të marrëveshjes kornisë të Ohrit, ish ministri i Arsimit dhe Shkencës dhe ish diplomati Aziz Pollozhani theksoi rëndësinë e vazhdimit të proceseve që synojnë ndërtimin e një shoqërie më të barabartë, gjithëpërfshirëse dhe demokratike. 25 vjet pas nënshkrimit të saj, pyetja kryesore nuk është më vetëm se sa janë zbatuar dispozitat e saj, por se sa ka ndryshuar mënyra jonë e të menduarit për të drejtën, për barazinë dhe për pushtetin. Ligjet dhe kushtetuta mund ndryshohen me procedura, por kultura politike ndryshon ngadalë. Ish diplomatja e OSBE-s, Klaris Pastori, e cila ishte angazhuar në Maqedoni gjatë periudhës së negociatave dhe zbatimit të marrëveshjes, vlerësoi se marrëveshja kornise e Ohrit është më shumë se një marrëveshje paqe, pasi mbron të drejtat e njeriut, përfshin komunitetet në institucione dhe forcon demokracinë përmes përfaqësimit të drejtë dhe decentralizimit. Mund t'ju siguroj me sinqeritetin më të madh se marrëveshja kornize e Ohrit është marrëveshja më e mirë që kam parë apo përjetuar ndonjëherë. Duhet ta jetoni, ta zbatoni, ta përmirësoni dhe ta mirëmbani çdo ditë. Nuk bëhet fjalë për të negociuar një ligj apo një tjetër dhe pastaj gjithçka përfundon. Jo, ajo duhet të mbahet gjallë. Është një instrument i gjallë dhe nuk është vetëm diçka e para 23 vitesh në të kaluarën, por është bazë për të ardhmen tuaj. Ish kryetari i Komunës së Strumicës Konstantin Konstantinov porositi se marrëveshja e kornisë e Ohrit nuk duhet të konsiderohet si një çështje e përfunduar. Во 2026 strateškiот i nacionalniот interese. Në vitin 2001 interesi strategjik dhe kombëtar ishte paqja, në vitin 2026 interesi strategjik dhe kombëtar është integrimi i plotë dhe përfundimtar në Bashkimin Evropian, përmes proceseve transparente, përmes sundimit të ligjit dhe përmes decentralizimit. Në panelin e organizuar për 25 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit morën pjesë profesor universitar, ekspert të fushave të ndryshme, ish diplomat, politikan, gazetar eminent, si dhe përfaqësues të fondacioneve dhe organizatave të shoqërisë civile. Manifestimi solemn për shënimin e 25 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit vazhdon edhe nesër më 13 gusht me aktivitetet organizuara nga Ministria për Marrëdhënie midis bashkësive, por edhe me një manifestim të organizuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim.